Ti kryeministër je mashtrues i madh. Sa Lizyba apo të kruan dham ty me dalë me mbroj, por nuk është me të po këtu e me të shpërblim. Fal. Apo kupton? Je thjesht një patetik ministre. Vazhdojmë me grupet parlamentare. E gjuna sot zdi që shpëndihet kryeministri pa pas edhe Doniken edhe Albulenin atje. Po mos u tut to kryeministër, mos u tut, se nëse tutesh ta sjellim një batani, e të mblojnë. Se ke herën e parë që ti jem mbulu me batanie, jem shef edhe jem masku. Të maskojmë prap edhe ta sjellim edhe këtu. Zonja Kadriaj, presëm konstruktivitet më të madh. Ju lutem. Deputet, kemi miratuar projekt ligji. A ka mundësi mu këtyn tem kryeministër, sepse i ke pos 4 vjet me qeverisë dhe nuk e realizu asnjë projekt. Kthem tem e mos na shet prolla. Kthem tem edhe kabinetin qeveritor këtu, edhe te nderuar Moja Randin. Moja Randin. Kryeministër kthem tem. Jo, kthem tem, kryeministër prap do ta ndolë. Nëse nuk kthehesh me punë për natë, nuk do të flasësh. Nuk mundesh në asnjë rrethon ti me krahasu zgjidhjet ose diskutimet që i bën kryeministri si tendencë për me përballë inflacionit që prodhon nafta me çepët ose me studime personale që i keni bërë. Jam kasi ose e tjetër që për ekspozitat ose për financimet që fol Anë mbon vendit. Kjo nuk kupton edhe investime në flotë moderne, në linja më efikase dhe në integrim më të mirë të transportit urban dhe ndërurban. Në bujqësi, ju e dini që po mbështesim drejt për drejt prodhuesit tonë për të ulur varësinë nga importi dhe për të rritur sigurinë ushqimore. Sepse kemi një ekonomi më të fortë vendore e cila është mbrojtja më e mirë për krizat globale. Mandatin e kaluar për mbështetjen direkte të fermerëve, bujkun meritor e vendosëm në qendër të politikave mbështetëse të qeverisë. E disa prej atyre fakteve ju i janë në cili e intervjit 300 euro mbështetje financiare. Parlamentari LDK ka fjalën. Faleminderit shumë nën kryetar. Se kur Hikmeti Bajrami sjelli këtë filamur prej usës kryeministrit atje si deputet kur ka qenë deri këtu, besoj që simbolika ka qenë që patriotizmi në këtë vend është me mbrojtë demokracinë parlamentare ku deputeti është përfaqësuesi i zgjedhur dhe vetëm qytetar i cili bart sovranitet këtë republikë. Ky kryeministër që na ka thonë në 2018 që prej shpalljes pavarësisë nafta kur s'ka qenë më shtrejt. 1 litër naftë e ka thonë që ka kushtuar 1 euro e 22 cent. Sot çmimi i naftës ka mbritur 2 euro. Aso kuhe thoshte se po shtuhen gjipa qeveritar që e ka naftën e lirë, ashtu siç duhet të kishin traktor të bëjqve. Ti kryeministër je mashtrues i madh. Nuk e kiti hallin sot as bujkut, as fermerit. Ti e ki hallin e asaj që po don me çukët vend zgjedhje për shkak të paaftësisë tonë me qeverisë e vjen e bën hajgare me sallën bosh, me propagandën dhe me diktaturën që s'po don me nal asnjëherë. Unë nuk jam kryeministër tash për herë të parë. Jam kryeministër për herë të tretë. Që sa vjet jam kryeministër, gjithmonë keni kërkuar me raste të caktuara, herë hiqe aksizën, herë hiqe TVSH-n, nuk e kum bë asnjënën, janë mojt zgjedhjet, kam fituar veç më shumë. A kuptoni?